Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle, do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që të kemi që datës 3 nëntor 2025. Jemi në ditën e Hënës. Ajo do të filloj këtë ditë tek shenja e Dashit. Kjo na bën ne në mënyrë të dukshme impulsiv. Më tepër ka dhe një kënd negativ me diellin dhe kjo mund të na lërë në të hapur ndaj incidenteve dhe aksidenteve. Të papritur që së ditë do të jenë të pandashme. Prandaj edhe duhet jemi të përgatitur për pothuajse gjithçka. Temperaturat në këtë moment janë shumë të lohatura dhe pse vazhdojnë që të jenë më të larta se ato të stinës, duhet jemi të përgatitur për të gjitha rastet. Veçantia e kësaj dite do të jenë lajme të shumta që do të dalin në skenë. Disa prej tyre mund të jenë vërtet shumë befasuese, sidomos në lidhje me persona të autoritetit dhe atyre të udhëheqjes. Këto mund të kryen edhe disa tronditje në ambient. Këshilla do të ishte që gjatë kësaj dite të qëndrojmë në qetësi dhe të mos bëjmë pre e provokacioneve. Në çështjet personale, kjo është një ditë me ndikime disi më të zbutura. Kemi një frymë optimizmi më të lartë, jemi shumë aktiv dhe mundohemi që të krijojmë marrëdhënie të cilat janë të balancuara. Por më tepër dhe komunikimi gjatë kësaj dite është vërtet shumë efektiv. Prandaj duhet ta shfrytëzojmë në maksimum. Qoftë se duhet të kërkojmë diçka se rritë detyra apo rritë rroge, mund të bëhet edhe një nga ditët më efikase në lidhje me këtë temë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me ju.